Shikues të nderuar, përshëndetje. Përshëndetje nga televizioni DTV Media dhe Oda e emisionit ton me musafert. Thot një fjalë popullore, jetën e lumtun nuk mund ta gjesh, por mund ta bësh. Sot i kem musafir, unë dhe ju, 3 gurbetçarë. Këta kur e ndalë gurbet nuk e kanë gjetë jetën e lumtun, po e kanë bon vetë. E kanë bon vetë me angazhimin, me hallet e tyne, mërzijat e tyne, edhe kanë gjetë kohë vullnet për jetë edhe për kongë, përveç punës edhe aktiviteteve tjera që i kanë obligime familjare, kanë gjetë kohë që të miren edhe me kongë qysh kanë qenë në Kosovë. Atëhere, këta e kanë begatu jetën me kongë, me folklor, me tradit, me kulturë. Këta gjeneratave që vinë, ju kanë lënë amanet, ju kanë lënë material, atje në gurbet. Se kush donë mund bon edhe mund mes me harru venin e vetë, mund mes me harru traditën e vetë, mes mund gjenezën e vetë, kombin e vetë, gjithë shka shqiptare. Prandaj, e min rasin, Bedri Karagjen, Remzi Karagjen, i kena musafir mirë se erdhë në misionin tonë. Mirë se u gjetë, Mirë se u gjetë. Derit për ftesën, edhe special ju përshëndesim juve, si mbledhës, si veteran një folklorit dhe mbar stafin tuj që përboni një punë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Ju urojmë suksese gjithmonë, paqi shëndetin e me gëzime ju shkruv gjithmonë. Faleminderit shumë Remziu, Bedriu, në vërtet, i ka dikun për 20 ditë që më ka telefonu edhe më ka thonë e kitë fala për Eminit edhe për Bedriut, për Remziut, kismet zotin për me të pestin, a mujna me konë, apo a je i lirë me konë në emisioni, ku më thonë po. Edhe keni arës, Emini sot ka arë prej Zvicre, me aeroplan, edhe të 11 natës pra më ka punu, atje ka gjithë kohë me fjetë, ka gjithë kohë mu quheret, ka gjithë kohë me utu, ka gjithë kohë këta shokët me dalë me prit, edhe më arës bashku. Unë ju falenderoj shumë. Respekt edhe për ju. Nëmën televizionit, nëmën të ekipit, nëmën shikuesve ju falenderoj shumë. Po nismi prej vendlinjes, po nismi prej hapave të parë. E min, e kem kënaqësinë që ju kam në emision me përjetimet e juja edhe të vendlinjes, po edhe të gurbetit. Po dalmi fillimisht të hapat e parë, apo fillimi i karrierës tonë në vendlinje. Faleminderit, po, me gjithë qef do të tregoj. Bile gjatë ti tregimit, më mërmën edhe ti pak kime pas emocione që unë si fëmija kom filluën në shkollën fillore Zënë El Hajdini në Ujmir me kënu. Në Ujmir? Po. Shpesh rapsod, këngëtarë të gjithë, ja fillojnë me brez pas brezi, kështu mu kërkush shumë ka knujqë. A ju, a? Jo. 2 motra, para meje, shumë këngëtarët mira, po që ka prinjë aty në fati, koha që u kona në atë kohë kështu, unë kom fillu vetëm i parë jam që kom filluën pej klasës parë. Edhe, thashtë që do të emocionuash pak për një rapsat që na ka iken, Jonës Dgilanit, Bacën Demir. Po, krasë. Konga e parë, që e kom këndu para publikut, morë sot një letër më një shkrim të zi. Është kongë e Bacës Demir. Për me shku në shtri, po. Po, që kjo pej këty që të kom filluën edhe ka shku mirë. Në të mundësit tona, edhe kom pasë rastin tani mos i matë pej nesër, 6, 7 edhe 8 për shokë tonë, ju qoftë i letë dhe i Kosovës, gjithë dëshmorve që kanë thonë jetën në ushtrinë, qlirimtarët tokës shqiptare, special është fjalla për Muj Krasniqin, Ali Krasniqin edhe Beqir Gaçin që i matë festivali. Edhe me thonën këm pas ras, Bacën Demir të takoj aty 2 libra i kompeti që kur njetë nuk i ndaj për vetit, i këm lezu shumë, kështu edhe janë shumë do kongë të mirë aty dhe i këm thonën a ka mundësi unë mi bo po vetëm a ka mundësi ti më dëgju Bacën diqka, që mi a shkru emrin kush i ka shkru këto po me lojë zemës. Jemi konë bashkë në atë festival me Demir. Po, për bezotit. Ati sa po më vjen mirë, po bona pak lokalisë, Bedri. S'ko gjon, ja, që kjo realitet. Që e kom skenë, që vinë skenë këtu,
Thët, nuk kam gjelozi unë, po tonë thëjnë, pe ati jam frymzu, pe onës Drenicës, pe onës Dugagjinin, onën të se përmanin kur. Unë po të falenderoj shumë, që i vetëmi këngëtar je që ko ke frymzue, e kom gjetë edhe një tjetër, që o frymzu për këngëve të mija edhe këngëve të mirit, po tash, ti konkret, prej këngës, mora sot një letër, me një shkërëntezi. Tani tjetra, më ndërqofsh, tani tjetra, na kem najtë njëm, jo fort largë, po për mes ekranit, a unet një si thmi, pej Bacës Demir, pej Bakis, pej Femis, pej Qazës, pej këti Qazës të vogël, pej që ka pasë edhe këj Agim Baftjarit. Nësë je i Marovës të Ja, edhe pej grupës, pej trive, thomë në të ku, kanë qenën matë mirë, që ju ki pri ti. Faleminderit shumë. E dëshiroj special nga shpirti i zemra ta përshëndes një shok tonun, Hajde bre, Tëndin, faleminderit shumë. Gjevat Demin nga New York. Përshëndesme, për zamërësisht. I kom gati që Të gjithë. një 7 vite që me to nuk ka java, nuk na qelë, dhe më thonën pa full, ka një orë në telefon me ta, kur live që mi takuën, po një njeri shumë i mirë, familjar, punëtor, edhe një këngëtar që i bëndë këngë që mu shpirtin ma knoqë. Faleminderit Ka bo të shumë. fola shumë, batë Shumë gjemë ka faleminderit. bo një të fola dhe i tregon me vujtje, me mundime, me sakrificë ato që i ki morën shpesh dhe në kufim e Shqipnijat e i ki qunë për dasma. Allah, faleminderit. E tash, unë du më këthyt të ti. Allah i lënë falë se... Jo, tash, na veç po ndëgjojmë. Unë kam respekt edhe kam nostalgji për një këngëtar të Shtarinqës, Rahmet Lijen, Indjerin, Dervesh Tafilin. Pa, zotën, balë mirë ku marrë shpije këna pasën. Ka dhe një djali, ka pas nuk ko gja mirë një selim. Ata, 73-ën janë konë fshatë temen me një homës Krasniqin e Klinës. po, valloj, balë mirë për edhin Edhe pasha jam një konën e të pasat Derveshteni. po, një farë kodrinë të vogël, po në Shtarisë, po. Edhe djemë të ti, jem kone, falimderit. Agim, Qoj ke letra, në atë kohë, s'ki shumë telefona, letra më qaj ke se u takum më ndarë, se më ka të në temë, edhe këna pas një jarani, një mishësi, jo bajgi, po shumë të mirë, falimderit për ti shumë, zotë e pas përblynë në atë botë. E men, na emocionove, edhe na edha pak jo një përkraje, po një respekt. Faleminderit shumë për Ana Marovën, veç kam të qujtë këngëtari Ana Marovës, mas të ashtet, kam të jekë për Dugagjinit. Vetë me të vitën diasporë kum knuën, vetëm populore. Dhe të dalmi të diaspora tash. E tani, maja fjallën, Kismet, tani, po. tregoj Dalmi pak të Bedriu. Pa, me... Bedre, Urna, edhe njerë mirë se erdhe. mirë se ju gjeta, është kënaqësi e madhe. Omëlsinën. Mas me kënë mirë, unë s'kisha ardhë për herë dytë, ju falenderoj juve, si moderator, stafin e ju, këta qunat, kamermonat e shkelqyshëm. Na imin e përshëndetmi. Pa tjetër, Edhe Hafizin, Hafiz Nuhun. Remin e kena këtu, Remin shumë kemi kalu bukur, shkelqyshëm, ka qenë një natë Naim Gashin. Naim Gashin, profesorin, pa tjetër. Po ti shof do foto, shumë faleminderit për respektin. Po ti shof do foto, ke pasmet unë atëherë... Po, valla, pak po. Ashtu është. Po, edhe tash e kem pak rastin me full për fshatin tanë. Fshati që ka to e vjetër, e kam edhe një foto. I lut në kamerës, e fokusoni... Gjindet pra komuna e Drenasit, është fshat... Fokusoni ma ofër, shumë i lutëm, bukur, është fshat shumë i mirë, por mbi gjitha bojar, mbi gjitha është fshat i sakrificës. Kur jam këtu se sot është me të vërtetë ne do të bisedojmë për kulturën, për vlerat e folklorit, borimor autokton tonit. Fshatin emni a e tregu? Për fshati që ka to e vjetër është një fshat në komunën e Drenasit i sakrificës. Kur po tham i sakrificës, për arsye se kemi këtu edhe njeriun i cili ka dhonë shumë edhe gjymtyrt e trupit. Pra Rustem Morina është i këtij fshati, i cili është edhe bashkëpunëtor i ngusht ka qenë, do të thotë lavdi i qofti edhe Fazli Grajqevcit, edhe shokëve, gjithë shokëve tina. Respekt madh, gjithë ata shokë që janë sot nuk më këtu të përmeni, që kanë kontribu për flamurin kuqezitonin kombëtar. E kjo është një ndërta Rustem Morina
ka jetuar deri pas luftës, edhe është një njeri shumë e vlera. Derë dhe I lavdi. fshatit tonë. Tani do të kisha mas jam edhe këtu, do të isha nërë vetëm pika shkurta dhe diçka të fshatit Sakrifica, kemi pasur edhe në vitet 90-ta, jo në vitet 90-ta, demonstratat që kanë qenë ma herët, para luftës, 10 vite para luftës, protestat I kemë 2 të vrarë. Ta ti fshati. Kemi Shani Morinën edhe Enver Morinën. Lavdiu qoftë. Lavdiu qoftë atyne. Edhe kemë dëshmorë në luftën e fundit, të UQK-s. Do të thot I kemi dëshmorë edhe marteri kemë bashk 57 dikon janë. Zoti ishë përblerë. Fshatit tonë. E tani do dalëm të kultura. Që kulturën e ki ndorë, të lutëm. Apo, kjo, si që po shihet, është një fotografi me profesorin Naim Gashi, edhe këtu unë jam duke këndu në festivalin Theronda, pra atëherë ishtë Sohareka në festival, ku kemi në zonë edhe vendin e parë me këtë këngë. Tani këtu e kemi ofër shpend, nëse mund kamera ta fu, ku a gjishtë jem këtu? Po. Kështë shpend Bajraktari, I cili edhe këj ndjeri tashmo nuk jeton lavdi qoftë. Shkojmë të foto tjetër, me orkestër të... Kjo është një foto e shoqërisë kulturore artistike, pasi që unë vetë isha edhe udhëheqës artistik. Mirje, mëse qashtë të mojë. Udhëheqës artistik, edhe këtu jam duke kënduar. Cila shoqëni? Kjo është shoqëria kulturore artistike Feronikeli, e fshatit, se ne po flasim vetëm për fshat. Po, për fshat. E fshatit që ka tu e vjetër. Tu e kini edhe këtu shkojmë me... Këtu e kemi në festival, do të thotë kjo është në vitin 1992 me Remzion në Hamburg të Gjermanisë, ku I kemi përfaqësu gjithë shqiptarët atje në festivalin botnor. Por ata që shqyqojnë, kjo është në realitet. E shumë një bashkëpunim, me? Bashkëpunim I ngusht me shokun Emin Raci, pra jemi këtu në skenë, pas 30 viteve, ku jemi taku në Zvicër, unë I kom bot 800 km me makinë, ju më shkoj kom vizitue shukon Emin Raci. Bravo, ju lumët. Shkoj me këtë mirënjohje? Tani, kjo është edhe mirënjohja, para 2 vite në festivalin e Lapushës para pësët, këtu jam I shpërblyn me çmimin e parë të diasporës. Pra, me mu këto ofër është edhe producenti I shkelqyshëm Borim Isak Krasniqi, e përshëndesmi. E përshëndesmi nga zama. Respekt. Këto mirënjohja... Edhe kjo mirënjohje, edhe kjo është para 3 viteve në Malishevë. I gëzofshi këto mirënjohje, respekt. Faleminderit shumë, ma shumë s'kisha pas më shtu. Për gjithë ato. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. E me ndalme angazhimi jëtë paka shumë pika shkurta edhe në gurbet, se unë e thash, jetën nuk e gjaun të lumëtën, por e krijan lumëtërien. Jo e keni kryue atje me kongë, me angazhimin e juj, tregona pak pika shkurta me koke bashkëpunue, cilin ven jenë Zvicër. Tani, me 13 dhjetor, bëhen 35 vite në gurbet jam. Si çdo preokupim I çdo të revët, ashtu dhe neve që na ka për një fati I keq si kombë, në ato vitet e 90-ta ka mërgu vetëm 4 muaj e këm pas një vajzë në vogël edhe me gru. Kemi shkuar. Edhe që nga aty, dhe me thonë... Prej atër që të risat në gurbet? Në gurbet, po kem punu... Angazhimi jëtë me kongë? Masi I këm bot 3 muaj ditë në Zvicër, mi kanë pru veglat pej, Sharki, Qifteli edhe Prim. Mi kanë pru prej Kosovë. Edhe do më thonë nuk ka pas në nalën, se në atë ku ishëm, e daj shumë atë dheun, e daj shumë kongën patriotike. Se do më thonën gjithmonë jemi konën me cenzur, kemi kënu në për gjdo. Që arrove mas pari, ja kom fillu të një në shoshnin një huna Dugazhinit, me shumë shok, aty, prej atyne, tu I pa vlerat e ansamblit, thom, me shpirt e me zemër, shpirt në orë e të madhë, ansambli Shota Galica e Drenosit, në krye me babajn e Shota Galicës, gjithmonë e këmë thonë, Shaqir Hasin. Respekt. Respekt e përshëndesme edhe ne.
Aty i kena marrën dhe më thonën senet më të mira nga shoqa, na ka edukuar në mënyrën më të mirë dhe kem punu bashkë, dhe më thonën me këngëtarë më të mëdhaj, si që është Shkurte Feza, Shërete Beluli, Nikol Nikprela, Ilir Shaqiri i modhi unë, Shaqir Servadiku, e shumë Bege Gashi, Mustaraj, Violete Kukaj, Nureddin Gashi, Haki Krasniqi, Kumrije Buqa tani e ndjerë, Bedri Karaxha, Latif Berisha, Qerim Fylli, kena thonën Qazim Beka e shumë të tjerë, dhe më thonën... Ju lumt. Në diasport, dhe më thonë, më njëherë aty kom filluën, se u lypë këtë, dhe më thonë, ishë fillimi i jetës, nuk e dishëm asë se po bëhet me ne, asë ka po shkuj, mas ku jemi ardhë, asë kur gjë, po, dal nga dal i murën komte dhe ja nisëm të i pënuën, dhe më thonë, në për lokale, kështu. Në atë kohë dhe ishin shumë kongën patriotike, po, dal nga dal, dhe më thonë, isha shumë i lumëtën që kem këngëtar të muzikës popullore, i mësuan me shpirt e me ondje këngët popullore, dhe më thonën Gjakovare, nga Baca Ismet, nga Zeni, nga Ramadan Krasniqi Dani, nga Ismet Bogujelci, Rizabi Tyshi, i modhi që për mena basën këngën e parë që i këmë kënu për tina. Po, i modhi e mini angazhimet e tina me konë bashkëpunove, kontributit? Kontributim, mas pari, ja këmë nisën me një grupë timin në Byrglen. Në Byrglen një farë qyteti i vogël aty. Pika shkurta e me një prekmi. Po, aty ja kem nisën, këm punuën me Recep Spahin, me Halit Kastratin, me Tefikun, edhe një bekim i Prishtinës u konën shumë harmonikash i mirë. Pjesëmarrja ju në për skena atje. Po. Hajde? Dhe më thonë, nuk ka vend në tokë Zvicrës që në konë në vendet më të mira që s'kum punuën. Jo me ka një javë, po me ka 3 muj, me ka 6 muj, edhe me ka 3 vite. Unë për ju falenderoj 18 vite. Për kontributin që keni dhonë edhe në Kosovë, po gjithashtu edhe në Gurbet që keni dhonë kontributin. A keni në i përshëndetje për shokët, për familjarët e juj që i keni atje, ju lutem, për fond? Unë kam përshëndetje dhe më thonën, mas pari në Zvicrës që aty ku jetoj, i përshëndes familjen time, një që shok, e Arona, dhe special rapsodet, dhe më thonën që i kanë qelë do Oda, djali i të modit Halil Bityqi, Visar Bityqi, respekt po. Po, të një fajik e kem aty, e ka shru biletash një udë mirë, e ka bo dhe e që të ofrë Visarit, Oda jonë, thash pse fajik Oda jonë, tha, nuk pi qeli për biznes, veç mu bashku na me hangër me pije, mu knoj, sa mos mi harru traditat tonë. Qashtu. Tjetër, shkojmë se... Edhe në gjithashtu, edhe një përshëndes, gjithë rapsot pa dalim, veç mos i jeshtë më bërq edhe Haki Krasniqi ta përmerë më shut Galic ka qenë, edhe ato përshëndes, me se ka qenë edhe një këngëtor shumë mirë, edhe gjithë ata që ka në Gjermoni nuk pëjcejke me emna se po milnohen, se ka shumë, edhe ata Oda që i ka një qëzimet, gjithë ata. Unë e pjo falender edhe njerë për bisedë, tash pjavlëm shikus të ndërum gurbet qarët me kongët e tyne, pjesë, patriotike, arshikijet, gurbetit, edhe besoj se keni mundat të knaqën me kongët e tyne cilët do të na iknojnë tash në radhë. Faleminderit shumë. Më i bukur, durësia Berati, kur që manastiri, apo Rozafati, butrin t'i harruar me Apollonin, kruja e bekue me apo tjerat vin. Cili është më i bukur, durësia Berati, kur që manastiri, apo Rozafati, butrin t'i harruar me Apollonin, kruja e bekue me apo tjerat vin.
Zot jo pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një nan, o, ajo është Shqipënia. Zot i pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një nan, ajo është Shqipënia. Është më bukur srugat e tova, plova me gustin e plova me Gjakova. Mos harojmë Prizrenin, kry qytetin ton, artan e Preshev, hej Shqipëri thon. Cila është më bukur srugat e tova, plova me gustin e plova Gjakova. Mos harojmë Prizrenin, kry qytetin ton, artan e Preshev, hej Shqipëri thon. Zot je pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një nan, o, ajo është Shqipënia. Zot je pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një nan, ajo është Shqipënia. Nisur nga Tirana, e nalun Prishtin, erdhan nga Saranda, te Kulqini vin. Lindjen Perëndim, një ugen veri, e shtat dhe ujin, hej nona Shqipëri. Nisur nga Tirana, e nalun Prishtin, erdhan nga Saranda, te Kulqini vin. Lindjen Perëndim, një ugen veri, e shtat dhe ujin, hej nona Shqipëri. Zot je pas ka tha, motra edhe bia, kem vetëm një nan, o, ajo është Shqipëria. Zot je pas ka than, motra edhe bia, kem vetëm një nan, ajo është Shqipëria. Terbim fryn o murlani, Oje fuqishe mo bjetu pani, shije breshen o vjen pa praj. Om dite vete si në të rëdan. He dojt ketë njeri gjall, kësaj furtune me i baba. Vashtë një djallë në 19 vjeqare, Në thotin lika jo vasin ta, oj smet bruqa, oj gosi, O gjalloj rritur ndor malsi, Tan shpesor ka dali prej shpije, Jaj ka e dhoni gjoksin fortunes, po më dis për vend joj punes.
Shokt, oj thën, oj smet o ktheu mrapa. Oj smet e bode zonota. Jo dhaj smet, jo pesarbe. Sa për mua do t'ket penges. Edhe gur me rambi tok, Per këtë shi do t'dallur shumë. Hej dhe këtoj dit të pushimi. O po e kaloj me në zonë sa të mirë. O veç një dit po e lja për o shpirë. O shkoj u shtorë me thret dhe tyra. O nga vekzim jo ish dreve që jo shtyra. Tin lika sa jam rine. O hapdoj mje dha kushtërimi. Prejonish kom bito ko karëgjue. Dokteroj në e kanë kapelue. Oj bajrije dhe vollenete. O shkojo me zemër në zuroj smetin. Shtrejtit, tonë të dhere zonë djeli, nuk në nëzën dhe ti halet, nuk në I qanë mali zemrat, në I ka marë për shënëtesëm. Sjellurime, o maj Kosovë vend, lindja ime. Dalgetine në kanë shperda, por nuk ndahet vlau me vla, me një zemër, si bilur kem një gjuhem, një kultur e kem Shqipen në flamur zërin anës, kur jehan zemër sajo në bashkon një tjetrin, për qafoj me ova manetet si harrojnë. Është me thell se shpella e malit, se ka mal për nënë moter, a për bukte pjek në voter, kujton fushat, tuj gjelbro, kujton dasmat,
ku ka kënu e lotis nalet, har jev si këru me. Krenar por ma shumë se jam shqiptar, jemi nipat, thellë në zemër do t'arujm, për jetë ket emër kanga, shkon t'uj fluturu, plag hyrbetit me sheru, anë manë pon, një hona orë në Shqipërisa, malet tona o Come shumë dhimbje, e shumë mal, po kënoj kong për ty baci majn, në katër vone to vunu ka shkoj, me zotonin o vun jetoj, I ke shpejtoj veteran, në shpirtin e zemër gjithmonë ty kam, sotën edhe mjedhe malen gjim, do t'kanë dojo idolim. Baci majnë o bilbilion, kongi gajote pojna mun gajn, gjithë mon knobe vo me sharki, bajraktor kong gjithë mon të I pri, kongi te bukra plot histori, kongi krashnike dhe varshiki, kur bilbili venali kongen, mor mleqani, mori gjomen. Para kohë shpejt na ke ik, gjithë për ty shumë jemi mërzit, në nacioshe vajton sharkia, kush mineron thot për dete mia, kong gajote vajzo shahiri, der rapsod vojishe maj miri, ka rezon o djeli dhe hana, Osman se pjo kur nuk bone nëna. Papa thonë ti që të plisi dhe shoka, Osman se mërkar nuk bone në lukja, kom kryqë nodën për konge fjall, shahir zoti jo morve pat fal, ton kutia vo me qeli bar, me basmonin o bishim t'panedar, ton saj kutia me qystet,
e kishim o vasmonit në gjep, o sa t'jet jeta dhe t'jetohet. O mbretit kongës Osman Sefa, i gjithë mondo t'i kënohet o Shikjo vete në djallë, madin halli. Hajde veta. Tu vani ku djallë, s'po guxoje. Maven shpatena, pero mi val. Në njerit sa, fort more durova. Maven shpaten, Pero mi val. në njerit sa, fort more durova. Hajde djemaj. Tufte shallit të djallë, që mi keli shumë. Je paska që një to shamia. O jenë quni me buzotu i keshe, Esha i vdekun mu, duk mërë që më gjana. O vjen quni me Buzotu i keshe, Esha i vdekun mu, duk more se më gjana. Hajde shkojnave men që këdia. Se kaj dijana, donë more pet fane. aty të në dzavshira me atë mija. Se për ty marrë djallë, mzunjo beljaja. Ty të dzavshira me atë mija. Se bep tu bov djallë, arshik se vdaja. Zemra u knut, faleminderit shumë. Faleminderit qofshim. Ka shikues të nderuar, këta ishin gurbetçarët cilët na rreskun me këngët e tyre që i kanë përgatitur sot. Miru pofshim në emisione tjera dhe qofshi shnosh kudo që jeni dhe kudo që veproni.